sekrete që do ju bëjnë të flisni anglisht rrjedhshëm sa më shpejt dhe duke filluar që sot. Mos harxho kohë duke mësuar fjalë, shprehje që ty nuk të duhen për sa i përket jetës tënde të përditshme apo asaj në punë. Kushtoj vëmendje tekstit dhe shqiptimit të fjalëve. Nëse nuk e ke bërë deri tani, sepse ndoshta ke menduar që nuk është e rëndësishme, atëherë është koha që të fillosh edhe ta bësh. Mos shiko filma në anglisht dhe titrat të jenë në shqip. Nëse ke vështirësi si fillim për të kuptuar të gjithë gjuhën e folur, atëherë sigurisht mund ta ndjekësh me titra në anglisht dhe më pas mund t'i heqësh titrat komplet dhe të përqendrohesh vetëm tek gjuha e folur. Mos u fikso pas gramatikës. Sigurisht që gramatika është shumë e domosdoshme dhe të orienton se si të ndërtosh fjali të ndryshme. Por, nëse rri dhe mendohesh për çdo rregull të caktuar që ti ke mësuar, atëherë kjo ka për të penguar për të komunikuar në ambientet e jashtme. Mundohu që të shmangësh sa më shumë përkthimi nga anglishtja në shqip dhe anasjellta. Anglishtja dhe shqipja janë dy gjuhë shumë të ndryshme dhe nëse ti përkthen fjalë për fjalë, kjo do të çojë në një konfuzion dhe nuk do të ndihmojë as pak për të komunikuar sa më mirë.